Ti nuk I denja e përbrin tim. Zda bësh kure në shime. Kishte një ditë, dhe kur nuk do të harroj atë ditë, kur Gresa u ul në prag të shtëpisë dhe qau me ngashërim, me duart e fshehura në fytyrë, me supe duke u dridhur si gjethen e erë. Nuk qante nga dhimbja e plagës, qante sepse dikush e kishte shikuar në sy dhe I kishte thënë me zë të qetë dhe të ftohtë si gurët e lunit në dimër: "Ti nuk je dhe nuk do t'jesh kur nusja e djalit tim." Ato fjalë nuk ishin thënë me zemrim, ishin thënë me bindje. Dhe kjo ishte ajo gjëja që e bënte plagën aq të thellë, sepse kur dikush të urren me zhurmë, mund të mbrohesh, por kur dikush të refuzon me qetësi të akullt sikur ti nuk je asgjë, sikur ti nuk ekziston fare si mundësi, atëherë nuk di as nga të fillosh. Por le t'ju tregoj kush ishte Gresa. Le t'ju tregoj nga ku erdhi ajo, çfarë mbante brenda dhe si një vajzë e thjesht nga një fshat I thellë arriti të bënte atë që askush nuk e kishte bërë para saj. Sepse kjo nuk është thjesht një histori dashurie, kjo është një histori mbijetese, një histori e një gruaje që u ndërtua mbi rënoja, që u ngrit kur e shtyn poshtë dhe që fitoi jo vetëm dashurinë e një njeriu, por edhe respektin e vet. Tani, para se të vazhdojmë, shkruani në komente, çfarë do të bënit ju nëse nëna e partnerit tuaj ju thoshte haptazi se nuk ju donte? Do të luftonit apo do të largoheshit? Dua t'i lexoj mendimet tuaja ndërsa kjo histori zhvillohet. Fshati quhej Brez, një emër I thjesht, pothuajse I harruar nga hartat moderne, I fshehur midis maleve të gjelbra dhe rrugëve të ngushta guri. Njerëzit aty jetonin ashtu siç kishin jetuar gjyshërit e gjyshërve të tyre, me bujqësi, me bagti, me zakonet e forta si themelet e gurta të mureve të shtëpive të tyre. Mëngjeset fillonin me gjelat dhe mbaronin me lodhjen e plot të trupit. Vajzat linin shkollën herët, shumica pas klasës së 6 apo të 7, jo sepse nuk donin të mësonin, jo sepse nuk ishin të zgjuara, por sepse ashtu kishte qenë gjithmonë dhe askush nuk e kishte vënë ndonjëherë në dyshim atë gjithmonë. Shkolla kishte vetëm 6 klasa. Pas tyre ata që vazhdonin studimet duhet të udhtonin çdo ditë drejt qytetit, 2 orë me autobus, dhe autobusi kalonte vetëm 2 herë në ditë. Shumë familje nuk lejonin vajzat e tyre të udhtonin vetëm. Shumë të tjerë mendonin se ishte humbje kohe dhe parash. Çfarë do të bëj vajza me diplom? Thoshin pleqët e fshatit, duke pirë çajin e mëngjesit në hijen e arrës së madhe pranë xhamisë. Do të martohet, do të bëj fëmijë, kaq. Por Gresa nuk mund ta pranonte atë kaq. Kur kishte mbaruar klasën e 6, kishte shkuar te babai I saj me librin e vet të matematikës dhe I kishte thënë: "Baba, dua të vazhdoj, kam notat më të mira. Mësuesi thotë se duhet të vazhdoj." Mustafa I kishte heshtur gjatë, kishte pirë kafen e vet ngadalë, kishte shikuar nga dritarja drejt fushës. Pastaj kishte thënë: "Do të shikojmë." Do të shikojmë ishte fjala që prindrit e Brezës e përdornin kur donin të thoshin jo, por nuk kishin zemër ta thoshnin drejt për drejt. Por Hana, nëna e Gresës, kishte qenë pak ndryshe. Jo revolucionare, jo grua që luftonte zakonet, por grua që kishte diçka të fshehtë brenda, një mall të vjetër për gjëra që nuk I kishte arritur vet. Dhe kur shikonte Gresën me atë libër nën sqetull, me ato sy të mbushura me dëshirë, diçka I ngjizej në gjoks. "Mustaf," I kishte thënë bashkëshortit atë natë, pas darkës kur fëmijët ishin fshehur në përdhoma. "Vajza ka të drejtë, le ta provojmë." Ishte ky "le ta provojmë" që kishte ndryshuar gjithçka. Gresa kishte nisur udhëtimin e çdo dite drejt qytetit, me çantën e rënë në shpinë dhe me zemër plot shpresë. Ngjitej herët, ende errët, dhe priste autobusin në anë të rrugës, shpesh vetëm, shpesh me të ftohtë, shpesh me barkun bosh sepse koha nuk mjaftonte as për mëngjes. Por nuk ankohej, nuk thoshte asgjë, thithte gjithçka. Dhe atje, në klasat e shkollës së qytetit, Gresa ishte shfaqur si diçka që mësueset nuk e prisnin. Një vajzë nga fshati, me rroba të thjeshta, me flokë të lidhura shpesh me një lekcë të vjetër, por me mendje që funksiononte si makinë. Mësonte shpejt, mbante mend gjithçka, pyeste pyetje të zgjuara. Një nga mësueset, zonja Bardha e letërsisë, kishte thënë një herë para gjithë klasës: "Gresa, ke brenda teje diçka të rrallë, mos e lër kur të shuhet." Ato fjalë I kishin qëndruar si një bushtër I ndezur brenda gjoksit. Dhe ashtu kishte kaluar koha, vit pas viti, udhtim pas udhtimi, derisa Gresa ishte bërë 15, 16, 17 vjeç.
Dhe pikërisht në atë moshë kur vajzat e fshatit fillonin të visheshin me kujdes të veçantë dhe familjeve të tyre fillonin t'ju vinin njerëzit, siç thuaj për ata që kërkonin nuse, pikërisht atëherë kishte hyrë Ariani në jetën e saj. Ariani nuk ishte djali i fshatit që mund ta anashkaloje, ishte i lartë, me shpatulla të gjëra, me sy gri si qielli i dimrit para shiu, jo një bukurie bujshme, por ajo lloj bukurie e qetë që të qëndron mendjes edhe pas shumë kohësh. Ishte djali i madh i familjes Krasniqi, familja me reputacionin më të lartë në Brezës. Babai i tij, Gjok Krasniqi, kishte qenë dikur kryetar i fshatit dhe ende mbante atë pozitë morale midis banorëve, edhe pse zyrtarisht askush nuk i kishte dhënë asnjë titull. Nëna e tij, Lumja, ishte grua që të gjithë e respektonin dhe shumë pak e donin, sepse respekti dhe dashuria janë dy gjëra shumë të ndryshme, dhe Lumja kishte fituar të parën duke humbur të dytën. Lumja Krasniqi ishte një grua e vogël në trup, me flokë të bardha të lidhura prapa me gjilpëra dhe me sy të zinj që lëviznin shpejt, që vërinin gjithçka, që nuk linin asgjë pa vlerësuar. Kishte rritur 3 fëmijë, Arianin, Dritën dhe Gentilin, me dorën e fortë të dikujt që e dinte mirë se bota është e ashpër dhe se nuk ja fal asgjë atij që nuk i rizot vetvetes. Ishte gruaja e parë që mbërrinte te pusetet e fshatit çdo mëngjes dhe e fundit që largohej nga varrezat çdo vjesht. Kishte rregulla, qarta, të panegociueshme, dhe familja e saj i ndiqte ato rregulla si fjalët e shkruara. Njëra nga rregullat e Lumjes ishte kjo: nusen e djalit e zgjidhte vet, jo djali, ajo. Ariani e dinte këtë, e dinin të gjithë, dhe askush nuk e kishte vënë në ndyshim, derisa atë mbrëmje të vonë vjeshte, kur Ariani kishte ndalur te kroji i fshatit dhe kishte parë Gresën duke mbushur kovën me ujë, me flokët e lagura nga shiu i lehtë, me syt ngritur drejt qiellit si të lexonte diçka që askush tjetër nuk e shikonte. Kishte qëndruar aty, i palëvizur, duke e parë. Dhe Gresa kishte ndjerë shikimin, siç ndjen njeriu kur dikush e vëren me vëmendje të vërtetë, dhe kishte kthyer kokën. Sytë e tyre kishin qëndruar bashk për disa sekonda vetëm. Pastaj Gresa kishte tërhequr kovën dhe ishte larguar pa thënë asgjë. Por kova kishte mbaruar plot më shpejt nga sa duhej. Kishte harruar ta shikonte. Ariani kishte shkuar shtëpi atë natë dhe kishte ndier diçka të çuditshme, si të ishte i uritur, por jo për ushqim. Si të kishte harruar diçka të rëndësishme, por nuk e dinte çfarë. Njohuritë e tyre kishin nisur ngadalë, si gjithçka e vërtet. Brezja ishte fshat i vogël, ishte e pamundur të mos takoheshin, dhe kur takoheshin, filluan të ndaleshin. Një fjalë këtu, një fjali atje. Njëherë Gresa po mbante libra në sqetull dhe Ariani i kishte pyetur se çfarë lexonte. Ajo i kishte treguar me kujdes fillimisht, gabim fjalësh, sikur po testonte nëse do të tallej. Por Ariani nuk ishte tallur. Kishte marrë librin, e kishte parë dhe kishte thënë: "Ke lexuar Kadaren?" Gresa kishte ngritur syt. "Ti e njeh Kadaren?" "Baba ka disa libra të tij, i kam lexuar fshehtazi." Pastaj kishte heshtur sikur ishte zbuluar shumë, por ishte shumë vonë. Gresa buzëqeshi, dhe buzëqeshja e Gresës ishte si ai lloj drite kur hap derën e gostisë dhe bota brenda është ngrohtë dhe e ndritur, ndërkohë që jashtë është dimër. Ariani nuk do të harronte kurrë atë buzëqeshje. Nga ai takim filloi diçka që asnjëri prej tyre nuk mund ta ndalte. Jo nga dëshira për ta sfiduar dikë, jo nga krenaria apo kokfortësia, por thjesht sepse kur dy njerëz gjejnë njëri tjetri diçka që nuk e kanë gjetur askund tjetër, ndalja bëhet pothuajse e pamundur. Takoheshin me kujdes, jo fshehurazi në kuptimin e turpshëm, por me atë kujdesin e zakonshëm të njerëzve që jetojnë nën sytë e shumë njerëzve të tjerë. Ndaleshin te pusi, te rruga e vjetër. Her pas here të dy rinin mbi gurin e madh pranë pyllit dhe flisnin për libra, për shkollë, për jetën pas brezës, për ëndrat. Gresa fliste rrjedhshëm dhe me pasion për gjërat që lexonte. Ariani dëgjonte me atë qetësinë e tij karakteristike, që nuk ishte pasivitet, ishte thithje. Ai thithte çdo fjalë të saj. Dhe Gresa e dinte, edhe pse nuk e thoshte, se ky djalë nuk ishte thjesht i bukur. Ky djalë e kuptonte. Nuk kishte shumë njerëz në brez që e kuptonin Gresën. Familja e saj e donte, por nuk e kuptonte dëshirën e saj për shkollë si diçka serioze. Mësueset e respektonin, por ata jetonin në qytet dhe largësia bënte kuptimet të vjetërohen. Por Ariani,
Ariani shikonte dhe shihte, dëgjonte dhe dëgjonte vërtet. Kjo ishte ajo gjëja e rrezikshme. Njeriut njohja e vërtet është zinxhiri më i fortë. Vitet kishin kaluar dhe ata kishin rritur ndjenjën e tyre me ato takime të vogla, me ato fjali të kursyra, me ato shikim të gjatë që nuk nevojiteshin fjalë. Asnjëri prej tyre nuk kishte thënë të dua me zë të lartë, sepse nuk kishte nevojë. E kishin thënë me çdo gjest, me çdo qëndrim, me çdo herë që njëri e kishte pritur tjetrin pa e thënë, dhe tjetri kishte ardhur sepse e dinte se do të vinte. Por fshati kishte sytë e vet. Dhe sytë e fshatit kurrë nuk flisnin me gojë, flisnin me vëshërim, me kënaqësinë e ftohtë të atyre që kur shohin dashuri, shtojnë bredhjen, thonë gjysmë fjalë, ndërtojnë histori. E para që kishte dëgjuar diçka kishte qenë Lumja. Lumja kishte dëgjuar si gjithmonë pa e pritur. Kishte qenë duke bërë byrek me fqinjen e saj, Mirushen, kur kjo e fundit kishte thënë me atë ton të ngadalt dhe të qëllimet të atyre që sjellin lajme të vjetra të mbështjella si të reja. Ti e di Lumje se po flitet pak për djalin tënd dhe vajzën e Mustafas. Lumja kishte ndalur duart mbi petën, kishte heshtur. Pastaj kishte vazhduar të punonte. Ç'flitet kishte thënë me zë të barabartë. E po, se shihen shpesh, flasin, ti e di si janë të rinjt. Lumja nuk kishte thënë asgjë tjetër. Kishte mbaruar byrekun, kishte falenderuar Mirushen, kishte ardhur shtëpi, dhe atë natë pasi kishin ngronë, pasi Gjokja kishte dalë të shikonte Baktin, kishte thirrur Arianin vetëm. Ulja, i kishte thënë. Ariani u ul. Çfarë po ndodh me ty dhe vajzën e Mustafës? Ariani nuk e kishte mohuar, nuk ishte tip që gënjente lehtë, dhe nënën e tij e njihte shumë mirë. Gënjestra me Lumjen ishte si gërmimi i greminës me duart e veta. Kishte thënë, jemi miq nën, flasim her pas here. Miq? Kishte përsëritur Lumja, si duke e shqyrtuar fjalën. Miq. Pastaj kishte ngritur syt tek ai. Ariani, ti e di si është familja jon. Ti e di çfarë pres unë. E di nën. Vajza e Mustafës është vajzë me shkollë, ka idera. Gra me idera sjedhin probleme në shtëpi. Ariani kishte hapur gojën. Mos fol, kishte thënë nëna. Dëgjo, unë nuk e kam kundër asnjë njeriu personalisht, por djalit tim do t'i gjej një nuse, grua shtëpie, grua fshati, grua që e di vendin e saj, jo vajzë që mendon se bota i takon. Pastaj kishte ngritur dhe kishte dalë. Ariani kishte mbetur ulur aty, me tryezën bosh para tij, me ndjenjën e dikujt që sapo ka marrë lajmin e tij të parë të vërtet të rënd. Jo me fjalë shumë, por me pesh shumë. Por Ariani nuk ishte djali i nënës plotësisht, edhe nëse e dashuronte thellë. Kishte diçka brenda tij, diçka nga babai i tij ndoshta, apo ndoshta thjesht nga vetvetja, një drejtësi e qetë, një vendosmëri e fshehur që nuk lëvizte lehtë. Dhe ndërkohë që nëna mendonte se kjo bisedë kishte mbyllur çështjen, Ariani kishte filluar ta mendonte atë çështje për herë të parë si të hapur. Kishte kaluar një javë, 2. Gresa nuk e dinte asgjë nga kjo bisedë. Vazhdonte udhëtimet e saj drejt qytetit, librat në shqetull, çantën e rënd, zemrën plot. Ishte pranë mbarimit të shkollës së mesme dhe kishte filluar të fliste, me kujdes, me frikë fjalësh, për universitetin. Dua të studioj letërsi, i kishte thënë një herë Arianit, ose pedagogji. Dua të mësoj fëmijët. Pse pedagogji? Kishte pyetur Ariani. Sepse në brez ka shumë vajza si unë që nuk kanë dikë që t'u thotë ti mund. Dua të jem unë ajo njeri. Ariani e kishte parë gjatë, dhe atëherë, për herë të parë, kishte bërë gjestin që e kishte ndryshuar gjithçka. Kishte thënë fjalën. Gresa, dua të martohem me ty. Gresa kishte ngrirë. Kova kishte rënë, jo metaforikisht, por realisht. Kovën me ujë kishte lënë nga duart dhe ajo kishte rënë mbi gurët e rrugës me një zhurmë të fortë metalike. Uji ishte shpërndar rreth këmbëve të saj. Ajo nuk e kishte lëvizur shikimin nga Ariani. Çfarë the? Kishte pyetur me zë të qetë, pothuajse të friksuar. E dëgjove, kishte thënë Ariani. Nuk e them sërish jo sepse nuk dua, por sepse kam frikë ta them shumë herë dhe kjo ta bëj të duket e lehtë. Nuk është e lehtë. E di çfarë do të thotë kjo. Nëna jote? Kishte nisur Gresa. Unë jam ai që të kërkon, jo nëna ime. Ato fjalë kishin rënë si guri i parë i murit, i vetmuar, i pasigurt, por i vendosur. Gresa e kishte parë gjatë, kishte parë në sytë e tij, nuk kishte as pavërtetësi, as krenari bosh, as aventurë. Kishte seriozitet, kishte vendosmëri, dhe kishte edhe gjë të pazakontë të gjemte brezës. Frikë.
Jo frikë prej saj, por frikë prej asaj mundësie të terrorizuese se mund të mos ndodh. Ariani, kishte thënë ajo ngadalë, ti e di se nëna jote s'do ta pranoj kurrë. E di, por unë e pranoj, dhe kjo është fillimi. Gresa e kishte marrë kovën nga toka, e kishte tërhequr drejt saj, kishte shikuar ujin e shpërndar rreth këmbëve, pastaj kishte thënë: "Lëre të kaloj koha, shiko çfarë ndodh, mos e nxito." Nuk kishte thënë as po as jo, por Ariani e dinte, kur Gresa nuk thoshte jo, kishte shpresë, dhe shpresa në brezës ishte monedha e vetme e vlefshme. Kur Ariani kishte shkuar tek Ati dhe i kishte treguar me qetësi, si dikush që njofton dhe nuk kërkon leje, Gjok Krasniqi kishte dëgjuar me duart e mbledhura mbi gjunjë, me sytë e ulur. Ishte njëri i vjetër, me lot fjalësh dhe shumë mendime. Kur Ariani kishte mbaruar, Gjok kishte thënë: "Vajzë mirë, familje e ndershme, por e di se nëna jote..." "Po e di," kishte thënë Ariani, "por ty çfarë duket?" Gjoku kishte buzëqeshur, një buzëqeshje e lodhur, e vjetër, e atij lloji që e ka parë jetën. "Mua më duket se ti je djalë i rritur, por ky shtëpi ka 2 prindër." Ky ishte përgjigje e Gjokut, jo mbështetje e hapur, por as ndalim, ishte lënia e dërgimit, mundohu nëse guxon. Por nëna, Lumja, nuk kishte lënë asgjë të qartë. Kur Ariani kishte hyrë tek ajo dhe i kishte thënë: "Nën, kam diçka të të them," dhe i kishte treguar vendimin e tij, Lumja kishte qëndruar e palëvizur për një kohë të gjatë. Ishte ulur në Karigen e saj pranë dritares, me duart mbi gjunjë, me sy drejt oborrit. Pastaj kishte kthyer kokën ngadalë dhe kishte thënë, me atë ton të qetë, të rthorë dhe të prerë si brisk: "Ariani, ti ke të drejtë të zgjedhësh, por unë kam të drejtë të them jo, dhe po të them jo." "Por nën, nuk kam mbaruar," kishte ngritur dorën. "Kjo vajzë ka shumë shkollë, shumë ide, shumë ambicie. Gratë të tilla nuk bëhen nuse të mira, nuk e din vendin e tyre. Sot flasin për studime, nesër flasin për punë, pas nesër nuk duan të bëjnë shtëpi. Unë e njoh llojin. Djali tim duhet një grua që kujdeset për shtëpinë, që rrit fëmijët, që nuk e bën burrin të turpërohet para njerëzve me idetë veta." "Nën, ajo nuk është ashtu, Ariani," kishte ngritur zërin, jo me britma, por me atë forcë të qetë të njerëzve të caktuar që kur lartësohen pak, të bëjnë të ndihesh i vogël krejtësisht. "E mora vendimin, mos e rishikoje. Familja jon ka emër, emri ynë nuk do të hargjohet pas vajzave me pretendime." Ariani kishte dalë nga dhoma, kishte dalë jashtë, kishte qëndruar në obor nën qiellin e mbrëmjes dhe kishte dëgjuar vetëm zëret e fshatit, fëmijët larg, ndonjë qen, era e lehtë, dhe kishte ndjerë për herë të parë diçka që nuk e kishte ndjerë kurrë te nëna e tij. Kundërvënie, jo urrejtje, jo mungesë dashurie, por kundërvënie. Lajmi, si të gjitha lajmet e brezës, kishte shëtisur rrugëve para se Gresa ta dinte fare. Nuk kishte filluar me fjalë të qarta, kishte filluar me ato gjysmë biseda, ato heshtje domethënëse, ato shikime të kthyera kur kaloje pranë. Gratë e fshatit flisnin mes tyre me atë gjuhën e koduarën e tyre, me qeljen e syve pak më shumë, me atë të zgjatur kur dëgjonin diçka të re, me atë si meritonte, që mund të nënkuptonte gjithçka dhe asgjë njëherësh. Gresa kishte kuptuar se diçka po flitej, kur motra e saj e vogël, Elona, i kishte thonë një mëngjes: "Ç'është ky muhabet me djalin e Krasniqve? Kush të tha?" kishte pyetur Gresa. "Gjithë fshati flet, edhe nëna Mirjamja e dritës tha diçka dje." Gresa kishte marrë çantën dhe kishte dalë, por brenda saj kishte filluar atë lëvizjen e parë të asaj diçkaje të paqetë, ndjenja e dikujt që ka hyrë pa dashur në qendër të skenës para se të jetë gati. Familja e Gresës dinte, sepse fshatrat e vegjël janë si trupat e vegjël, ku çdo gjymtyr ndjen pulsimin e tjetrës. Babai i saj, Mustafai, i kishte thirrur një herë dhe i kishte thënë me kujdes: "Ti ke mendjen shkollës, vajzë, mos e hutosh." Nëna e saj, Hana, kishte heshtur fillimisht. Pastaj kishte thënë, me atë mënyrë të veçantë të shqetësimit maternal: "Gresa, ata janë familje me emër. Lumja Krasniqi nuk është grua e thjeshtë. Kujdes. Nën, nuk kam bërë asgjë të keqe. E di, por fshati nuk e shikon asgjë as neutrale." Dhe fshati nuk ishte neutral. Ato ditë kishin qenë si periudha e suspensionit, kur gjithçka është ngritur në ajër dhe çdo gjë pret të bjerë. Ariani nuk kishte ndalur takimet. Në fakt, kishte qenë edhe më i vendosur, sikur largësia do ta shlynte ndjenjen. Gresa, nga ana e saj, kishte filluar të përhiqej pak,
Jo nga mungesa e ndjenjës, por nga frika e konsekuencave. Kishte punuar shumë për shkollën e saj, kishte sakrifikuar shumë, nuk donte që dikush t'i thoshte se e kishte humbur kohën për një histori dashurie që fshati do e fuste në këmbë. Por Ariani kishte ardhur një herë dhe i kishte thënë: "Gresa, nuk po iki, dua ta dish." Ariani, nëna jote, e di çfarë thot nëna ime, por unë jam ai që do t'jetoj jetën time, jo ajo. Ajo do t'jetoj po ashtu, krahas teje, dhe ajo dhimbje do të bjerë mbi ty, mbi mua, mbi çdo ditë. Ariani ishte ulur pranë saj mbi gurin e madh dhe kishte heshtur. Pastaj kishte thënë: "Mund ta ndryshoj. Nëse e ndryshoj mendimin e saj, a do t'jesh ti aty?" Gresa kishte shikuar larg. Kishte parë malet, kishte parë pyllin, kishte parë qiellin e asaj pasdite të gjelbër dhe blu. Dhe kishte thënë ngadalë: "Nëse e ndryshon, po." Ishte lëshimi i parë, i vogël, i kushtueshëm. Ariani e dinte se betejë e vërtet nuk do të fitohej me fjalë, ajo duhej fituar me kohë dhe me veprim. Kishte vendosur të tregonte maturim, të punonte fort, të sillej si djali i përgjegjshëm dhe gradualisht, ngadalë, të sillte temën sërish. Por Lumja ishte grua që nuk harronte asgjë dhe nuk linte asgjë pa mbyllur. Kishte nisur sulmin e saj në mënyrë indirekte, siç e bënin gra të tilla. Nuk fliste keq për Gresën hapur, nuk kishte nevojë. Mjaftonte të bënte pyetjet e duhura. "Ariani, ç'bën vajza e Mustafas gjithë ditën me autobus? Nuk e ka vendin në shtëpinë? Apo a e din ti se edhe nëna e saj nuk ka qenë vajze e rregullt si ato të fshatit?" Afirmacione të vogla helmuese, si pika uji mbi gur, të cilat nga vetja nuk bënin gjë, por me kalimin e kohës gërynin. Gjithashtu kishte filluar aksionin e saj tjetër, klasik tek nënat e brezës, të nis procesi i gjuajtjes zyrtar. Kishte filluar të ftoj familje të tjera, me vajza të tjera, pa e thënë hapur asgjë. Një darkë atje, një qeramalie atje. Erdhi Nora e Zeqirit, vajze mrekullueshme, Qetë, shtëpiake. Ariani kishte qëndruar në tryez si gur, kishte pasur mirësjellje, por kishte qenë i largët. Lumja e kishte vënë re. Kishte shtuar presionin. Njëherë kishte thirrur Gjokën dhe i kishte thënë para Arianit: "Gjok, foli djalit. Ai po zvarrit kohën me vajzën e fshatit dhe ndërkohë po i kalojnë vitet. Duhet të martohet, duhet të ndërtojë shtëpi." Gjok kishte shikuar Arianin. "Djal, nëna ka të drejtë për kohën. Bab, unë e di kë dua. Djal, bab, ju lutem." Kishte thënë vetëm kaq, por atë mënyrën e kishte thënë, qetë, të moshuar, të vendosur, kishte bërë Gjokën të heshtë. Lumja kishte kuptuar se nuk mund ta ndalte vetëm me fjalë, dhe atëherë kishte marrë vendimin e rëndë, kishte shkuar vetë te shtëpia e Gresës. Ishte një mëngjes i hershëm vjeshte. Gresa ishte duke mbaruar çantën për shkollë. Hama po punonte në kuzhinë. Mustafaja kishte dalë herët te fusha. Kishte trokitur dikush te dera. Hana kishte hapur, dhe para saj kishte qëndruar Lumja Krasniqi, e veshur mirë, me shall të bardhë, me qëndrim drejt si shtyll, me asnjë gest nervoze. "Mirëmëngjesi, Han, a ke pak kohë?" Hana kishte hequr dorë fjellët dhe kishte hapur derën gjerë. "Hyr, Lumje, hyr, ulu." Kishin rënë ulur në dhomën e mikpritjes, dhomën e vetme me jastëk të qepura dhe me kilim mbi dysheme. Dhoma ku merreshin njerëzit. Gresa kishte dëgjuar hapat nga korridori dhe kishte ngrirë. Kishte njohur zërin e Lumjes me njëherë. Kishte qëndruar pas murit me frymën e ndalur. Biseda kishte filluar me gjëra të padëmshme, moti, bagëtia, të fituarit e korrjes. Pastaj pas kafes, Lumja kishte thënë me atë qetësi armiqësore: "Han, ti e grua e zgjuar, nuk dua ta zgjasim pa arsye. Erdha të flasim si dy nëna." Hana kishte ulur filxhanin. "Fol. E di çfarë po ndodh mes fëmijëve tan. Fshati e di, ne e dim, dhe dua ta mbyllim bukur para se të bëhet çështje." Hana kishte heshtur. Ajo ishte grua e matur, nuk fliste para se të mendonte. "Djalin tim e dua shumë," kishte vazhduar Lumja. "Pikërisht prandaj nuk mund ta lejoj të bëj një gabim. Vajza jote është vajzë ndershme, nuk them jo, por nuk është nusen që kërkoj unë për djalin tim." "Pse jo?" kishte pyetur Hana qetë. Lumja kishte ngritur vetullat, nuk kishte pritur pyetje të drejtë për drejtë.
sepse vajza juaj ka shumë mendime për kokën, shumë shkollë, shumë ambicie. Shtëpia ka nevojë për grua, jo për student. Shkolla e bën vajzën më të keqe? Kishte thënë Hana, po aq qetë? E bën të vështirë, e bën të pakënaqur me gjërat e thjeshta. Djalin tim nuk dua ta shoh të grindet çdo ditë me gruan sepse ajo dëshiron diçka tjetër nga jeta. Gresa pas murit kishte ndier diçka duke u ndezur brenda, jo zemërimi të shmendur, por ai lloj zemërimi i ftohtë dhe i qartë, ai lloj zemërimi i njerëzve që e kuptojnë se po ju bëhet padrejtësi dhe nuk po gënjehet askush. Hana kishte thënë: "Lumje, unë vajzën time e njoh, nuk është ashtu siç e pikturon ti. Ndoshta jo për ty, por unë kam shtëpinë time dhe kërkesat e mia." Pastaj kishte ngritur: "Erdha ta them drejt dhe pasharje, si grua me grua. Nuk dua konflikte, por dua të kuptohemi. Kjo histori duhet të mbaroj. Sa më parë, aq më mirë për të gjithë, dhe sidomos për vajzën tënde, e cila ka jetë para saj dhe nuk duhet të harxoj duke pritur diçka që nuk do të ndodhë." Kishte lënë filxhanin bosh mbi tryezë, kishte marrë shallin, kishte dalë. Gresa kishte qëndruar pas murit edhe pas largimit të lumjes, duke dëgjuar nënën e saj duke mblidhte filxhanët në heshtje. Pastaj kishte hyrë. Sytë të dyjave ishin takuar. Hana kishte thënë vetëm: "E dëgjove?" "Po." "Çfarë mendon?" Gresa kishte menduar gjatë para se të fliste. Mendoj se ajo ka frikë, dhe njerëzit me frikë bëjnë dëm. Hana e kishte parë vajzën e saj, kishte parë në sytë e saj diçka që nuk e kishte parë kurrë te ajo, jo fëmijën e saj, por gruan që po bëhej, dhe kishte ndier njëherësh krenari dhe frikë. Ariani nuk e dinte për vizitën e nënës, jo me njëherë. E kishte mësuar 2 ditë më vonë, kur Gresa ja kishte treguar vetë, me fjalë të qeta dhe të matura, pa lot, pa dram. Thjesht ja kishte treguar siç i tregon dikush një fakt të rënd, me atë qetësi të dikujt që ka vendosur ta trajtojë si fakt, jo si kataklizëm. Ariani kishte dëgjuar. Fytyra e tij kishte kaluar nëpër disa shprehje brenda sekondash, befasi, turp, zemërim. Pastaj kishte mbetur e palëvizshme. "Të kërkoj falje," kishte thënë. "Nuk është faji jot. Është shtëpia ime. Është nëna ime. Është faji im që nuk e kam parandaluar." "Si do ta parandaloje?" Kishte heshtur. Pastaj kishte thënë diçka që Gresa nuk e kishte pritur. "Duke e thënë shumë më herët se çfarë jam i vendosur të bëj." "Çfarë je i vendosur të bësh, Ariani?" Ai kishte shikuar drejt për drejt. "Të martohem me ty dhe të dërgoj të vazhdosh shkollën pas martese nëse ti do." Gresa kishte ngrirë. "Çfarë?" "Ke dëshiruar universitetin. Nuk ka arsye pse martesa të ndaloj. Nëse ti do, unë mbështes." Gresa kishte hapur gojën dhe e kishte mbyllur. Nuk ishte ajo gjëja e parë që priste të dëgjonte nga një djalë i brezës. Ishte në fakt diçka kaq e pazakontë sa nuk dinte si ta procesonte. "Ariani, nëna jote do e bëj jetën ferr. Nëna ime do mësohet. Njerëzit mësohen kur shohin se nuk kanë zgjidhje tjetër. Ose nuk mësohen dhe lufta vazhdon çdo ditë. Po, edhe ky është një mundësi, por unë zgjedh luftën me ty, sesa qetësinë pa ty." Gresa kishte ulur syt, kishte shikuar duart e veta, duart të punuara, me njolla boje nga librat, me një gërvishtje të vjetër mbi gishtin e mesit, duart të një vajze që kishte punuar shumë për shumë pak, dhe kishte ndier diçka duke u shkrirë brenda, si akulli i dimrit kur prek diellin e parë të marsit. "Lëre të shkoj pak kohë, mbaroj shkollën e mesme, pastaj flasim seriozisht." Ariani kishte pranuar, sepse edhe ai e binte. Disa gjëra nuk duhet të nxitohen, disa gjëra duhet të rriten me kohën e tyre. Dita kur Gresa kishte marrë dëftesën e maturës, kishte qenë një ditë me shi të lehtë dhe diell, ato ditë kur qielli nuk vendos dot çfarë të jetë. Kishte ardhur nga qyteti me autobusin e mëngjesit, me dëftesën e mbajtur me të dyja duart, sikur kishte frikë ta linte. Kishte hyrë në shtëpi dhe e kishte shtrirë mbi tryezë. Hana kishte ardhur dhe e kishte parë. Pastaj kishte parë Gresën. Pastaj kishte bërë diçka që Gresa e kishte parë shumë rrallë te nëna e saj. Kishte qarë, jo me zhurmë, por me ato lot të heshtura të nënave, ato lot që vinë nga vendi ku mbahen krenaria dhe sakrifica njëherës. "Baba e di?" kishte pyetur. "Do ta tregojmë kur të vi." Kur Mustafa kishte ardhur nga fusha, me duart e zeza nga toka dhe me lodhjen e ditës mbi shpatula, dhe kishte parë dëftesën, kishte qëndruar pa lëvizur për një çast. Pastaj kishte thënë, me atë fshehjen e emocionit që bëjnë burrat e fshatit, "Kjo është punë e mirë, vajzë." Ishte pak,
por nga Mustafaja ishte gjithçka. Atë natë, Gresa kishte shkruar në bllokun e saj të vjetër, ai bllok që e mbante fshehur në dyshekun e shtratit prej vitesh. Kishte shkruar: Sot mbarova një gjë. Nesër fillon tjetra. Nuk di si do t'jetë rruga, por di që nuk do të kthehem prapa. Dhe ashtu kishte qenë. Kur Ariani kishte dëgjuar lajmin, kishte shkuar direkt te familja e Gresës, jo si i dashur i fshehur, por hapur, me qëllim. Kishte trokitur te dera dhe kishte kërkuar të fliste me Mustafan. Mustafaja kishte pritur. Kishin rënë ulur jashtë mbi stolin e drurit pranë murit të shtëpisë me kupat e kafes mes tyre. Unë dua vajzën tënde, kishte thënë Ariani drejt për drejt. Dhe nëse ti dhe Hana jeni dakord, do të vim me familjen time ta kërkojmë si duhet. Mustafaja kishte pirë kafen ngadalë. Familja jote, nëna jote, është dakord? Ariani nuk kishte gënjur. Jo ende, por unë jam vendosur. Mustafaja kishte qëndruar gjatë. Ishte njeri me pesh fjalësh, nuk fliste shpesh, por kur fliste, kishte rëndësi. Djalë, unë vajzën time e dua, dhe pikrisht prandaj, nuk dua ta shoh të hyjë në një shtëpi ku nuk pritet. Lumja Krasniqi erdhi këtu vetë, e di çfarë tha. E di, dhe ti mendon se do ta ndryshosh? E mendoj. Mustafaja kishte lënë kupën bosh, kishte qëndruar duke shikuar fushën. Vino me familjen tënde kur të jeni dakord të gjithë. Atëherë flasim. Nuk ishte po, nuk ishte jo. Ishte dera gjysmë e hapur, e mjaftueshme. Ariani kishte hyrë në shtëpinë e vet dhe kishte gjetur nënën e tij duke punuar heshtshëm në kuzhinë. Ajo heshtja e saj në rënd, ajo heshtja e njerëzve që presin. Nën, kishte thënë, dua të flasim. Lumja kishte vazhduar punën. Fol, shkova te familja e Gresës. I thash Mustafës çfarë dua. Kjo herë Lumja kishte ndalur, kishte kthyer kokën ngadalë. Dhe ai tha, e jani si familje kur t'jeni dakord të gjithë. Heshtja kishte qenë e gjatë. Lumja kishte lënë thikër mbi ndras. Kishte pastruar duart me peshqirin. Kishte shkuar te dritarja dhe kishte qëndruar aty me shpinën nga Ariani. Ti e bëre këtë pa folur me mua. Fola me ty, dhe ti more vendim. Unë mora vendimin tim. Vendimi yt kundërshton shtëpinë tënde. Vendimi im ndërton shtëpinë time. Lumja kishte kthyer kokën, dhe për herë të parë, Ariani kishte parë diçka në sytë e nënës që nuk e kishte parë kurrë. Jo vetëm zemërim, por dhimbje, e fshehur thellë, e mbuluar nga shtresat e kontrollit dhe autoritetit, por aty, e vërtet. Ti mendon se unë nuk dua mirën tënde, kishte thënë me zë të ulët. Mendoj se e duan mirën tënde sipas asaj që ti mendon se është e mira, por e mira ime nuk është domosdoshmërisht e njëjtë. Lumja kishte heshtur gjatë, pastaj kishte thënë, shumë qetë. Nëse e sjell atë vajzë në këtë shtëpi, unë nuk do ta pranoj si nuse. Nën, dëgjoj më mirë Ariani, nuk po them se do të dal, nuk po them se do të bëj skandal, po të them se nuk do ta pranoj. Dhe ajo vajzë do ta ndjej çdo ditë. Kishte dal nga kuzhina. Ariani kishte qëndruar vetëm me erën e ushqimit dhe me peshën e asaj fjalie, do ta ndjej çdo ditë. Ishte ky kërcënimi i qetë, jo fjalia me zë të lartë, jo mallkimi dramatik, por ky premtim i ftoftë për rezistencë të vazhdueshme që e kishte bërë gjithçka shumë të vështirë, sepse mund të luftoje kundër shpërthimit, nuk mund të luftoje lehtë kundër shiut ngadalë. Kur Gresa kishte mësuar se çfarë kishte thënë Lumja, do ta ndjej çdo ditë, kishte qëndruar e heshtur për një kohë. Ariani ja kishte treguar vetë me ndershmëri, pa e zbukuruar. Gresa kishte pyetur, pse po më tregon këtë? Sepse dua të zgjedhësh me sy hapur. Nuk dua të hysh në diçka pa e ditur çfarë të pret. Dhe ti? Ti çfarë mendon? Mendoj se do të jetë vështirë. Mendoj se nëna ime është grua e fortë dhe nuk lëshon lehtë. Por mendoj edhe se njerëzit ndryshojnë kur shohin të vërtetën gjatë mjaftueshëm. Ose nuk ndryshojnë, kishte thënë Gresa. Ose nuk ndryshojnë, kishte pranuar Ariani. Gresa kishte shikuar largat pasdite, drejt malit që mbulohej ngadalë nga mjegulla e mbrëmjes. Kishte menduar për librat e saj, për ëndrrën e universitetit, për zonjën Bardha që i kishte thënë, ke brenda diçka të rrallë.
kishte menduar për nënën e saj, për lotët e heshtura kur kishte parë dëftesën. Kishte menduar për Arianin, për atë mënyrë të tij të shikimit, për atë ndershmërinë e tij që ishte e pazakontë dhe pothuajse e dhëmshme. Dhe pastaj kishte menduar për atë gjën e thjeshtë dhe të vështirë një herësh. Çfarë do të jetë jeta ime nëse tërhiqem tani? Kishte kthuar kokën dhe kishte thënë: Ariani, nëse martohem me ty, unë nuk do të ndalem. Nuk do të ndalem nga ëndrat e mia. Nuk do ta bëj veten të papdukshme vetëm që të kënaqem dikë. Nëse kjo është problemi, atëherë problem ka. Ariani kishte parë drejtë në sytë e saj. Unë nuk kërkoj që të bëhesh e padukshme, kërkoj që të jesh aty. Edhe nëna jote do të jetë aty. Po. Çdo ditë. Po. Gresa kishte marrë frymë thellë. Atëherë dua të mendoj. Jepni kohë. Ato javë kishin qenë nga ato kohë kur njeriu ecën fizikisht, por mendja i ndalon diku tjetër. Gresa shkonte, bënte punë të shtëpisë, ndihmonte nënën, lexonte, por koka i punonte vazhdimisht, si makina e vjetër e mullirit që rrotullohej edhe kur nuk ishte gruar. Kishte folur me nënën e saj, jo si fëmijë me prind, por si dy gra. Kishte thënë: "Nën, çfarë do të bëje ti?" Hana kishte nënduar gjatë, pastaj kishte thënë: "Gresa, unë u martova pa shumë pyetje. Koha ishte ndryshe, por nëse do t'i bëje sot pyetjet që bën ti, ndoshta do të zgjidhnja ndryshe. Nuk e di. Çfarë di është kjo. Dashuria pa respekt është burg, por edhe vetmia pa dashuri është burg. Zgjidh cili burg e meriton çelësin tënd." Gresa kishte mbajtur mend atë frazë, zgjidh cili burg e meriton çelësin tënd, dhe kishte mbajtur si diçka prej të cilës nuk mund të shpëtoje. Kishte folur edhe me Grantin, vëllain e saj të madh, i cili kishte lënë fshatin dhe punonte në qytet. Graniti ishte njëri praktik, me pak fjalë dhe pa ornamente. "Ti çfarë do?" kishte pyetur. "Dua Arianin, por dua edhe shkollën. Kush thot se nuk mund të kesh të dyja?" "Lumja Krasniqi." "Lumja Krasniqi nuk është zoti," kishte thënë Graniti thjesht. Dhe kjo frazë, e thjesht sa ishte, kishte ndriçuar diçka brenda Gresës. Lumja Krasniqi nuk ishte zoti, ishte grua. Grua me frikë, grua me paragjykime, grua me dashuri për djalin e saj të shprehur në mënyra të gabuara, por grua e mundshme të ndryshojë, e mundshme të mësohet, e mundshme të kuptojë, madje edhe nëse kjo merrte kohë, sakrifica dhe shumë lot. Gresa kishte shkuar vetë te Ariani, kishte trokitur te dera e shtëpisë, diçka kur e parë, diçka që i kishin bëjtur sytë e fqinjve të gjithë rrugës, dhe kishte pritur. Ariani kishte hapur derën. Pas tij, në errësirën e korridorit, Gresa kishte parë siluetën e lumjes duke u larguar drejt dhomës. "Hyr," kishte thënë Ariani. "Jo," kishte thënë Gresa. "Trego vetëm." Kishte treguar. "Po." Ariani kishte pritur. "Nëse ti je ende i vendosur, edhe unë jam, por me kushte." "Çfarë kushtesh?" "Shkolla ime nuk ndalet. Nëse ka mundësi universiteti, unë shkoj. Ti e mbështet këtë, jo me fjalë, por me vepra. Dhe nëna jote e trajtoj me respekt çdo ditë, por nuk do ta lejoj të më shkel. Nuk do të qëndroj e heshtur kur të bëhet padrejtësi. Do të flas, me qetësi, me respekt, por do të flas." Ariani kishte dëgjuar çdo fjalë. Pastaj kishte thënë: "Dakord." "Dakord gjithçka?" "Gjithçka." Gresa kishte marrë frymë. "Atëherë, vino me familjen tënde, por di mirë se ç'të pret." Dita e kërkesës zyrtare kishte qenë një ditë e vjeshtës me erë të lehtë dhe me aromë byreku, sepse Hana, edhe kur ishte nervioze, gatonte. Familja e Krasniqve kishte ardhur, Gjok, Ariani, Drita, por jo Lumja. Mungesa e Lumjes kishte qenë mesazh i qartë. Gjok e kishte shpjeguar me kujdes. Lumja nuk ndihej mirë sot, por të gjithë e dinin. Lumja nuk kishte ardhur sepse praninë e saj e kishte kuptuar si aprovim. Gresa kishte qëndruar e ulur në dhomë, me nënën pranë, me vëllain e madh afër. Ariani kishte qëndruar pranë babait. Gjok kishte folur me dinjitet, kishte falendëruar familjen, kishte folur mirë për Gresën, kishte bërë kërkesën siç duhej. Mustafa kishte dëgjuar, pastaj kishte thënë fjalët. Vajzën e jap, me kusht që të rritet dhe të respektohet si duhet. Shtëpia e burrit është edhe shtëpia e saj.
ashtu do t'jetë, kishte thënë Gjok. Por mungesa e lumjes kishte qëndruar si hije mbi tryezë gjatë gjithë kohës, si karrigja bosh që të gjithë e shihnin dhe askush nuk e quante. Fejesës i kishte paraprir një festë e vogël, si duhej në brez, me familjet, me fqinjët, me ushqim dhe me muzikë. Lumja kishte ardhur këtë herë, kishte qenë e pamundur të mungonte pa bërë skandal të madh, por kishte ardhur si statuj, e veshur mirë, e sjellshme, me buzëqeshje të ngritur dhe të ftohta kur e qasje kryerja detyrës sociale. Kur Gresa kishte hyrë të paraqitej, e veshur me fustan të thjesht blu, me flok të mbledhur bukur, me qëndrim drejt, Lumja e kishte parë nga kokat e këmbët me atë shikim të vlerësimit të vjetër si tregtari që shikon mallin, pastaj kishte kthyer kokën. Nuk kishte thënë asnjë fjalë mirëseardhjeje. Gresa i kishte ndjer atë heshtje si pallatën e hapur, kishte marrë frymë thellë dhe kishte vazhduar. Kishte ulur pranë vjerrës, kishte ofruar kafe, kishte folur me të tjerët. Nuk kishte pritur që Lumja ta shihte, kishte pritur vetëm ta mbijetonte. Pas festës, kur njerëzit kishin filluar të largoheshin, Ariani e kishte gjetur Gresën vetëm në kuzhinë dhe kishte pyetur. Si je? Gjallë, kishte thënë ajo. Kishte qenë gjithçka. Martesa kishte ardhur si të gjitha gjërat e pritura, befas, kur ndodh, pavarësisht se sa kohë kemi pritur. Ceremonia kishte qenë e thjeshtë, si duhej, me fshatin të grumbulluar, me muzikë daulesh, me gëzim të njerëzve të thjeshtë. Lumja kishte qëndruar gjatë gjithë ditës me atë qëndrimin e saj, prezente fizikisht, larg emocionalisht. Kishte bërë detyrat e nënës së dhëndrit siç duhej, kishte organizuar, kishte pritur mysafir, kishte qenë aty. Por kur një fjalë ngroft drejt Gresës, kur një shikim i hapur, kur atë gjë të vogël por gjigante, pranimi. Dhe kur Gresa kishte hyrë si nuse në atë shtëpi, shtëpinë e krasniqve, me muret e gurta, me oborin e gjerë, me dhomën e caktuar për të dhe Arianin, kishte ndjer peshën e atij hyrjeje. Jo gëzim të pastër, jo trishtim të pastër, diçka ndërmjet, si ngjyra e perëndimit të diellit, kur nuk di a është ditë a natë. Jeta e parë si nuse kishte nisur. Çdo mëngjes, Gresa ngrihej herët, para të tjerëve, dhe fillonte punën e shtëpisë. Kishte mësuar shpejt ritminin e familjes Krasniqi. Gjoko e donte kafen e zezë pa sheqer. Lumja e donte çajin me 2 gjethe shege. Ariani nuk hante mëngjes pa bukë të pjekur rishtas. Drita, motra e Arianit, ishte vajzë e heshtur dhe e vëzhgueshme. Nuk ishte e keqe, por nuk ishte as mike. Kishte atë neutralitetin e dikujt që pret të shihte si zhvillohen gjërat para se të vendoste. Lumja nuk e ndihmonte Gresën, nuk e udhëzonte, nuk i tregonte zakonet e shtëpisë. Linte qëllimisht gjërat të çorganizuara. Kush di çfarë vendi mbahej çfarë kohe bëhej kjo apo ajo. Dhe kur Gresa bënte gabim apo vonohej, kishte gjithmonë aty ato fjalët e qeta. Vajzat me shkollë nuk i din punët e shtëpisë. Jo me britma, me qetësi, gjithmonë me qetësi. Gresa kishte provuar gjithçka. Kishte pyetur, kishte vëzhguar, kishte mësuar me vete. Por çdo herë që bënte diçka mirë, Lumja nuk thoshte asgjë. Çdo herë që bënte diçka gabim, ishte e sigurt se e vënte re. Ariani e shikonte dhe vuante me heshtje, ai lloj vuajtjeje të burrave të mirë që nuk dinë si t'i zgjidhnin problemet e tyre të brendshme, sidomos kur problemi ka fytyrën e nënës. Kishte kaluar rreth 1 muaj nga martesa, kur Gresa kishte bërë pyetjen e parë serioze, ose jo pyetje, sepse me Arianin kishin marrëveshjen, por kishte filluar ta bënte reale. Ariani, dua të mësoj për regjistrimet e universitetit. Ariani kishte thënë, shiko si bëhet, do ta mbështes. Por Lumja kishte dëgjuar. Lumja dëgjonte gjithmonë, edhe kur dukej e zënë gjetkë. Dhe atë natë, pas darkës, kur Gjoko ishte dalë dhe Ariani ishte në obor, kishte thënë para Gresës, me zë të lartë mjaftueshëm që dëgjohej. Nuse me shport në sqetull. Kur se kam parë. Gresa kishte ngritur kokën. Çfarë that? Lumja kishte shikuar drejt saj. Asgjë. Fola me vete. Por nuk kishte folur me vete, kishte folur për të, dhe të dyja e dinin. Gresa kishte heshtur atë natë, por brenda saj kishte ndjer atë skuqe, jo turp, por zemërimi ndërgjegjshëm, ai lloji i ftohtë dhe i qartë. Kur Ariani kishte hyrë, kishte thënë, dëgjove nënën tënde? Jo, çfarë tha? E kishte treguar. Ariani kishte heshtur.
Pastaj kishte dalë dhe kishte shkuar te nëna e tij. Gresa nuk e kishte dëgjuar bisedën, por kishte dëgjuar tonin, të ullët, të vendosur, jo me britma. Pastaj kishte dëgjuar heshtjen. Kur kishte ardhur, Ariani kishte thënë: "I thash se kjo nuk mund të vazhdoj." "Çfarë tha ajo?" "Tha se nuk bëri asgjë." Gresa kishte parë drejt tij. "Dhe ti e besove?" "Jo," kishte ulur syt, "por nuk dija si ta provoj ndryshe." Ky kishte qenë momenti i parë kur Gresa kishte kuptuar se edhe Ariani kishte kufi. Jo kufi të dashurisë, por kufi të mundësisë. Mund të luftonte, por nuk mund ta ndryshonte nënën e tij brenda natës. Askush nuk mund ta bënte. Brezja kishte gjuhën e vet sociale, dhe nuset e reja ishin nën mikroskopin e kësaj gjuhe. Gratë e fqinjve vinin për kafe, për gjumash, për biseda të lehta, por syri i tyre vëzhgonte gjithçka. Si ishte e veshur nusja? Si a jepte kafen vjerrës? Sa shpejt hiqte tavolinën? Sa herë buzëqeshte? Sa herë fliste shumë? Sa herë heshte? Gresa kishte kaluar nëpër këto vlerësime çdo ditë. Kishte mësuar shpejt se çdo gjë mund të bëhej problem nëse dikush donte ta bënte. Buzëqeshe shumë, arrogante. Heshtje shumë, mendjenadhe. Punon shpejt, po tregon. Punon ngadalë, dembele. Por kishte diçka tjetër. Lumja, kur vinin mysafirët, ndryshonte pak. Para të tjerëve ishte shumë e kujdesshme të tregonte ankthin e saj për Gresën si shqetësim të ligjshëm të nënës. "E kam me zemër vajzën, por ajo ka idera, ka ëndra. I them gjithmonë, vajz, shtëpia është puna jote e parë." Dhe fqinjët tundnin kokat dhe thoshnin: "E drejta Lumja, e drejta." Dhe Gresa qëndronte aty duke dëgjuar dhe duhej të buzëqeshte. Kishte net kur Ariani e gjente duke qarë, jo me zhurmë, jo me ankesa, por ato lot të heshtura që vinë kur trupi nuk mban dot më brenda. Ishte ulur pranë dritares me sy të drejtë errësirës dhe lotët i rridhnin pa e pyetur. "Çfarë ke?" kishte pyetur Ariani. "Asgjë. Gresa." Jam lodhur, Ariani. Jam e lodhur nga lufta e çdo dite. Jo nga puna, jo nga shtëpia. Nga kjo lufta e qetë, kjo tension i vazhdueshëm, kjo ndjenjë se jam e padëshiruar çdo çast. Ariani kishte ulur pranë saj, kishte marrë dorën. Nuk kishte thënë asgjë për shumë kohë. Pastaj, po të premtoj diçka. Mos premto. Dëgjoma. Po të premtoj se nuk do të heqësh dorë vetëm. Çdo herë që të duhet dikush, jam aty. Çdo herë që dëgjon diçka të padrejtë, ma thuaj. Nuk mund ta ndryshoj nënën time brenda natës, por nuk do të rri duar lidhur. Gresa kishte heshtur. Pastaj kishte thënë: "Ariani, mund të kem diçka?" "Çfarë? Mund të kem mundësinë ta provoj universitetin?" "Jo tani, pas pak kohe, kur gjërat të qetësohen pak." Ariani kishte shtypur dorën e saj. "Kur të duash." Kishte kaluar koha. Ajo koha e ngadalt, por e pamëshirshme e jetës. Gresa ishte bërë pjesë e shtëpisë Krasniqi, jo plotësisht e pranuar, jo plotësisht e refuzuar, por aty, si pemë mbjell në tokën e gabuar, që rritet prap se prap, ngadalë, me kujdes, gjethen pas gjethes. Kishte bërë gjëra të vogla, që filluan të ndryshonin dinamikën ngadalë. Kur Drita, motra e Arianit, kishte nevojë të mësonte diçka për shkollën e mesme, Gresa kishte ulur me të dhe e kishte ndihmuar. Drita fillimisht kishte qenë rezervuar, por inteligjenca dhe durimi i Gresës e kishin zbutur. Pas disa netësh studimi, Drita kishte marrë notë të mirë dhe kishte shkuar te nëna. Gresa mund ndihmua nën. Lumja kishte heshtur, por kishte vënë re. Pastaj Gjok kishte pasur një problem me kontratën e tokës, një dokumenti komplikuar që ai nuk e kuptonte mirë. Gresa e kishte lexuar, e kishte shpjeguar, kishte treguar ku ishte çështja. Gjok kishte shikuar si dikush që është befasuar, ashtu me atë befasi të lëshuar të njerëzve të moshuar kur dikush i ri e tregon diçka të vlefshme. "Kjo vajzë di", kishte thënë Gjok një herë, pa e drejtuar tek njeri. Lumja kishte qëndruar e palëvizur. Por gjërat e vogla grumbulloheshin dhe Gresa kishte mësuar diçka thelbësore. Nuk mund të fitoje lumjen me fjalë, mund të fitoje vetëm me akte. Akte të bëra me qetësi, pa llogari, pa pritje shpërblyeje. Nuk ishte strategji, ishte vendim.
Kishte vendosur të jetonte sipas vlerave të veta, jo sipas frikës së nënës së burrit. Kishte ardhur dita kur Gresa kishte mësuar se ishte shtatzën. Kishte qëndruar për një kohë vetëm me atë njohuri, një natë të tërë, pa ja treguar askujt. Kishte ulur pranë dritares, kishte shikuar errësirën, kishte menduar. Kishte ndjerë gjithçka një herësh, gëzimin e pastër, frikën e kulluar dhe atë peshë të re, shtesë mbi gjithçka tjetër. Kur I kishte treguar Arianit, fytyra e tij kishte ndriçuar. Kishte ndriçuar me atë lloj gëzimi të rrallë, ai gëzimi burrave të mirë kur marrin lajmin që ka pritur. Kishte marrë Gresën nga supet dhe kishte thënë: "Je mirë? Ke nevojë për diçka?" Ajo kishte qeshur: "Jam shtatzën, jo e smur." Ariani kishte shkuar dhe ja kishte treguar prindeve. Gjok kishte qeshur me atë qeshjen e vjetër të madhe, edhe Lumja. Lumja kishte bërë diçka të pazakontë. Kishte heshtur për një çast dhe pastaj kishte thënë: "Mirë, vetëm mirë", por me atë tonin, pak më ngrohtë se zakonisht. Ishte I vogël, por ishte diçka. Shtatzania kishte sjellë ndryshime, jo vetëm në trup, por në dinamikën e shtëpisë. Lumja kishte filluar të vinte dhe të pyeste: "A ke nevojë për diçka? A ndihesh mirë?" Jo me ngrohtësi të madhe, jo me çlirimin e plot, por me atë lloj shqetësimi praktik të nënave që e kuptojnë se fëmia I tyre tani bart fëmijë. Gresa e kishte pranuar çdo gjest me qetësi, pa e tepruar, pa u mbushur plot me shpresë të parakoshme. Kishte mësuar ta lexonte Lumjen. Kjo grua nuk do të hapej befas si dritare e goditur nga era. Do të hapej ngadalë, por vetëm nëse kushtet ishin të duhura. Por kishte një herë, rreth muajit katërt, kur Gresa kishte pasur ditë të vështirë fizikisht dhe kishte rënë ulur në kuzhinë, e zbeth dhe e lodhur. Lumja kishte hyrë dhe e kishte parë. Kishte heshtur për sekond. Pastaj kishte thënë: "Shko shtrihu, unë e boj darkën." Gresa kishte shikuar nënën e burrit. Lumja kishte kthyer shpinën dhe kishte filluar të punojë. Gresa kishte shkuar në dhomë, kishte shtrirë dhe kishte qarë, shumë shpejt, shumë qetë. Nuk kishte ditur as vetë pse, ndoshta nga lodhja, ndoshta nga dhëmbja, ndoshta sepse ajo fjala e vogël, "shko shtrihu, unë e bëj", pas gjithë atyre muajve kishte qenë si pika e parë e shiut pas datësirës. Kur kishte ardhur dita e lindjes, gjithçka kishte ndodhur natën, siç ndodh shpesh gjërat e mëdha, pa lajmërim, pa kohë për t'u përgatitur siç duhet. Ariani kishte vrapuar, kishte thirrur ndihmë, kishte qëndruar jashtë domës me duart e mbledhura, duke ecur poshtë e lartë. Lumja e kishte hyrë brenda, jo si detyrim, por si instinkt. Kishte qëndruar pranë Gresës gjatë gjithë kohës, kishte mbajtur dorën e saj kur dhimbja kishte qenë shumë e madhe. Kishte Dhe kjo, Gresa nuk do ta harronte kurrë. Kishte thënë me zë të ulët: "Ke forcë, vajzë, ke forcë." Ishte hera e parë që Lumja e kishte quajtur vajzë, jo me ironi, jo me distancë, por me atë tonin e nënës kur sheh dikë që lufton dhe e njeh luftën. Kur kishte lindur fëmia, një djalë, I vogël dhe I fuqishëm një herësh, me sy të zinj si Gresa dhe me hundën e Arianit, Lumja e kishte marrë të parë në krah. Kishte qëndruar aty, me atë fëmijë të vogël mbi gjoks dhe kishte qenë e heshtur për shumë kohë. Pastaj, kishte kthyer syt tek Gresa, e lodhur, e zbehur, me flokë të shpërndar mbi jashtëk, dhe kishte thënë: "E bëre mirë." 3 fjalë, 3 fjalë të vogla, por me peshën e gjithë asaj kohe, të gjithë atyre muajve, të gjithë atyre heshtjeve dhe tensioni. Gresa kishte ndjerë lotët duke I mbushur, jo lot trishtimi, por ato lot që vinë kur diçka shumë e rëndë të bie nga shpatullat. Fëmia e kishin quajtur Liridoni, sepse Gresa kishte insistuar dhe Ariani kishte pranuar me njëherë, dhe madje Gjok kishte buzëqeshur dhe kishte thënë emër I bukur. Kishte sjellë ndryshim real në shtëpi. Ishte ai lloj ndryshimi që vetëm një foshnjë mund ta sjellë. Çon poshtë muret, zbut zemrat, bën njerëzit të shikojnë njëri tjetrin ndryshe. Lumja kishte filluar të vijë çdo mëngjes te dhoma e Gresës, fillimisht me pretekstin e Liridonit, të shikonte fëmijën, ta merrte pak, por ngadalë kishte filluar të qëndronte. Kishin filluar të flisnin, jo thellë, jo personale, por të flisnin për fëmijën, për gjumën e tij, për mënyrën si mbante kokën, për ngjyrën e syve. Ishte fillim, I brisht por I vërtet. Gresa nuk e kishte tepruar, nuk kishte shfrytzuar çdo çast të butësisë për të hapur atë dyert e vjetra të plagëve. Kishte mësuar, dhe kjo ishte pjekuria e saj e vërtet, se disa gjëra duhen lënë të rriten me kohën e tyre, si të mbjellat. I ujite çdo ditë, u qëndrove pranë, por nuk I zhgërrieve nga toka të shihne nëse po rriten.
Liridoni kishte mbushur 6 muaj, kur Gresa kishte marrë letrën. Kishte qenë një letër nga Universiteti i qytetit, informacione mbi regjistrime, afate, mundësi për student me rezultate të larta. Kishte mbajtur atë letër fshehur fillimisht, jo nga Ariani, por nga vetvetja, sepse kishte frikë ta hapte shumë, ta linte ëndrrën të futej plot dhe pastaj ta shikonte të thyhej. Por Ariani e kishte gjetur, jo duke kërkuar, thjesht kishte rënë nga rafti. Kishte marrë letrën, e kishte lexuar dhe kishte shkuar te Gresa. Kur do të regjistrohesh? Kishte pyetur. Gresa kishte shpor. Ariani, kemi Liridonin, kemi shtëpinë, nuk është koha. Mos tregom kur është koha, kishte thënë ai, jo me ashpërsi, por me firmësi. Kemi rënë dakord, unë mbaj fjalën, ti po ikën nga fjala jote. Po kujdeset po Liridonin kur jam unë jashtë? Unë, nëna, drita, nuk mungon kujdesi. Gresa kishte heshtur, pastaj kishte thënë. Nëna jote do ta bëj problem. Ariani kishte thënë diçka që nuk e priste. Fola me nënën. Gjatë. Çfarë? Fola me nënën për ty. I tregova, jo si ankes, por si bised, se ti ke sakrifikuar shumë, se ke qenë e durueshme, se ke treguar vlerë çdo ditë. I tregova se kjo shtëpi ka nevojë për ty të lumtur, jo të thyer. Dhe i thash se nëse ai fëmijë do të rritet me nën të lumtur, do të rritet mirë. Gresa e kishte parë gjatë. Edhe çfarë tha ajo? Ariani kishte hezituar. Pastaj tha, bëj çfarë mendon, por nuk tha jo. Nga lumja nuk tha jo, ishte pothuajse po. Gjëja që kishte ndryshuar gjithçka, nuk kishte qenë as ceremoniale, as dramatike. Kishte qenë një mëngjes i zakonshëm, me diellin e hershëm duke hyrë nga dritarja e kuzhinës, me Liridonin të fjetur, me Arianin dhe Gjokën dalpon. Kishte qenë vetëm Gresa dhe Lumja në kuzhinë. Gresa kishte qenë duke gatuar, Lumja duke pastruar. Kishte rënë heshtje, jo ajo heshtja e tensionuar e zakonshme, por heshtja e dy njerëzve që tashmë kanë mësuar të jenë në të njëjtën hapësirë pa luftë. Pastaj Lumja kishte thënë pa e parë. Ti do të shkosh në atë shkollë. Gresa kishte ndalur. Do mendoj. Kush do të kujdeset për fëmijën? Do të organizohemi. Heshtje. Pastaj. Nëna jote si ishte? Gresa ishte befasuar nga pyetja. E mirë, grua e punës. Kishte shkollë? Jo shumë, sa po klase të pesta. Lumja kishte vazhduar të pastronte. Unë gjithashtu. Klasa e 6, pastaj u martova. Kishte hezituar. Herë mendoj si do të kishte qenë ndryshe. Gresa nuk kishte thënë asgjë, kishte pritur. Nuk do të thotë se kisha të drejtë, kishte thënë Lumja ngadalë, me atë vështirësi të dikujt që nuk është mësuar ta pranoj gabimin. Për ty, për mënyrën si solla veten. Gresa i kishte ndjerë zemrën duke rrahur shumë. Lumje, mos fol tani, kishte ngritur dorën. Thjesht, dëgjoj, kam frikë. E kisha frikën e gruas që nuk e di botën tjetër, dhe gjithçka e panjohur të duket kërcënim. Kjo nuk ishte e drejtë, por ishte e vërteta ime. Gresa e kishte lënë lugën mbi sobë, kishte kthyer trupin drejt vjerrës. Lumje, unë nuk doja t'ju zvendsonit, nuk doja të merrja asgjë nga kjo shtëpi. Doja thjesht të ekzistoja, unë, siç jam. Lumja e kishte parë për herë të parë, jo me atë shikim vlerësues, por me shikim njerëzor. E di, kishte thënë shumë qetë. Tani e di. Nuk kishte pasur përqafim, nuk kishte pasur lot dramatik, kishte pasur diçka më reale. 2 gra të ulura pastaj bashk në tryez, duke pirë çaj, me fjalë të pakta, por të sinqerta. Ishte fillimi i diçkaje të re, jo miqësie të madhe, ndoshta kurrë, por respekti ndërsjellët midis 2 grave që kishin kaluar në për të njëjtën furtunë, nga 2 anë të ndryshme. Gresa ishte regjistruar, kishte shkuar atë ditë vetëm, kishte insistuar të shkonte vetëm, me çantën e saj, me dokumentet, me atë ndjenjën e dikujt që hap derën e vet me çelsin e vet. Kishte hyrë në godinën e universitetit dhe kishte ndjerë gjithçka një herësh: frika, gëzimi, dyshimi, vendosmëria. Kishte parë aty vajza shumë të reja, me libra nën sqetull, me atë energjinë e mëngjesit të jetës. Kishte ndjerë se për sekond ishte vonë, shumë vonë, se ishte humbur shumë kohë. Por pastaj kishte menduar, zonja Bardha, mësuese të letërsisë, e kishte thënë një herë, koha e duhur është kur je gati, jo kur thua ora. Dhe Gresa ishte gati. Vitet e universitetit kishin qenë nga ato kohë që njeriu i mban si thesar, jo pa vështirësi, por me atë kuptim të thellë se çdo vështirësi ka sens. Kishte udhëtuar çdo ditë,
si dikur, e vogël, me çantën e rëndë, por tani me Liridonin i lën me kujdes, me Arianin duke pritur, me madje Lumjen nga një herë duke thënë, shko, mos vono. Mësimet i kishin djegur mendjen, jo nga vështirësia, por nga ajo ndjesia e hareshme kur mëson diçka që e ndjente se e dije, por nuk e kishe fjalën. Kishte studiuar pedagogji, siç kishte ëndëruar. Kishte mësues të mirë dhe mësues të keq, bashk studente kureshtare dhe bashk studente indiferente. Kishte provime të vështira dhe net pa gjumë, por kishte edhe diçka tjetër. Kishte identitetin e rikthyer. Ajo gresa e vogël e brezës, ajo vajza me librat nën sqetull, ajo nxënëse që mësueset e kishin vënë re, ajo vajzë ende ishte aty, brenda. Universiteti nuk e kishte krijuar, e kishte gjetur. Kishte qenë gjatë vitit të fundit të universitetit, kur kishte ndodhur gjëja e papritur. Lumja kishte rënë e sëmur. Jo papritmas, jo dramatikisht, por gradualisht, siç bien njerëzit e moshuar, me atë lodhje të thellë që fillon nga brenda dhe dalin jashtë. Kishte filluar me dhimbje gjunjësh, pastaj me zemrën, pastaj me atë dobësi të përgjithshme që bën njerëzit të lëshojnë. Gresa kishte qenë aty, çdo ditë. Kishte lënë disa ditë studime, kishte organizuar mjekun, kishte qëndruar pranë shtratit. Jo sepse ndihej e detyruar, jo sepse donte të tregonte diçka, por sepse kjo ishte ajo gruaja që kishte lindur Arianin. Gruaja që në gjitha shpërsinë e saj kishte mbajtur një dashuri të madhe, vetëm të shprehur gabim. Një herë, gjatë atyre ditëve, Lumja kishte marrë dorën e gresës. Kishte qenë natën, kur të tjerët flinin. Kishte thënë me zë shumë të ulët, "Faleminderit." Gresa kishte pritur. Për gjithçka kishte vazhduar Lumja, për durimin. Nuk e kam lehtë të pranoj, por e di çfarë ke bërë për këtë shtypi, e di çfarë bëre për djalin tim, dhe e di çfarë bëre pa pritur shpërblim. Gresa kishte shtrënguar dorën e vjerrës. Nuk duhej falënderim, Lumje, po duhej, dhe duhej edhe shumë gjëra të tjera që nuk i bëra. Tani jam plakur dhe filloj të shoh ndryshe. Kishin qëndruar kështu, dora në dorë, 2 gra me histori shumë të ndryshme, të lidhura nga një djalë dhe nga ajo jeta e ndërtuar me kaq vështirësi, derisa Lumja kishte fjetur. Gresa kishte dalë jashtë, kishte qëndruar në qiellin e asaj nate, dhe kishte qarë. Kishte qarë për gjithçka, për vite të vështira, për lotët e fshehta, për momentet kur kishte dashur të ikej, për vendosmërinë që kishte zgjedhur të rrinte, për fëmijën e fjetur brenda, për Arianin, për Lumjen me dorën e qarë dhe zemrën e ashpër që po zbutej ngadalë si dëbora e vjetër nën pranverë. Dita e diplomimit kishte qenë një ditë me diell të plotë. Gresa kishte veshur togën, e zezë, me gradën e re mbi gjoks dhe kishte dalë midis të tjerëve, me atë hap të dikujt që ka arritur diçka të veçantë. Nga salla kishte parë familjen e saj të grumbulluar. Ariani, me Liridonin në krah, duke buzëqeshur. Hana, nëna e saj, me duart e mbledhura mbi gji dhe sytë të ndezur. Mustafai, babai, me atë qëndresën e tij tipike, por me krenari të dukshme. Drita, Graniti dhe, në fund të radhës, e vogël, me shal të bardh dhe sytë gri dhe të lodhur por aktiv, Lumja. Lumja kishte ardhur, me gjunjë të dhembur, me zemrën e lodhur, kishte bërë rrugën deri tek qyteti dhe kishte ulur aty, midis njerëzve të rinj dhe muzikës, të priste. Kur kishin thirrur emrin e gresës dhe ajo kishte shkuar të merrte diplomën dhe kishte kthyer kokën nga salla, syt i kishin gjetur Lumjen. Dhe Lumja kishte bërë diçka të pazakontë. Kishte ngritur dorën ngadalë, jo duart këtime, thjesht dorën ngritur, si falënderim, si njohje, si paqe e vonuar por e arritur. Gresa kishte shtrënguar dorën e vjerrës. Nuk duhej falënderim, Lumje, po duhej, dhe duhej edhe shumë gjëra të tjera që nuk i bëra. Tani jam plakur dhe filloj të shoh ndryshe. Kishin qëndruar kështu, dora në dorë, 2 gra me histori shumë të ndryshme, të lidhura nga një djalë dhe nga ajo jeta e ndërtuar me kaq vështirësi, derisa Lumja kishte fjetur. Askush tjetër nuk e kishte parë, por të dyja e kishin ndjerë. Gresa kishte marrë punë, mësuese, siç kishte ëndërruar, jo larg, jo në qytet të madh, por pikërisht në brez.
Kishte aplikuar vetë për atë post, kishte insistuar, kishte pritur. Dhe kur kishte marrë miratimin, kishte qenë kthimi i saj i plot, jo si vajza që ikën, por si gruaja që kthehet. Shkolla e Brezës ishte e vogël, me klasë të pakta dhe me fëmijë me sytë e mëdhenj. Gresa kishte hyrë atë mëngjesin e parë dhe kishte parë radhët e fëmijëve, dhe ndërta kishte parë vajzat të vogla me flokë të lidhura dhe me sytë e zgjuar të dikujt që dëshiron, por nuk ka guxim t'i thotë. Ashtu siç kishte qenë ajo dikur. Kishte qëndruar para klasës dhe kishte thënë: "Unë jam zonja Gresa, jam rritur këtu, në Brezë, kam studiuar, jam kthyer dhe jam këtu për ju." Pastaj kishte parë vajzat dhe kishte thënë: "Të gjithë keni të drejtë të ëndrroni, dhe ëndrat nuk kanë gjini." Kishte qenë fjalia e parë, e thjeshtë, por fëmijët e kishin dëgjuar. Lumja kishte jetuar edhe disa vite tjera, vite ku gjërat kishin ndryshuar ngadalë me kohën e tyre. Kishte filluar të vinte te klasa e Gresës ndonjëherë, jo brenda, por ndalonte jashtë dritares dhe shikonte. Gresa e shikonte her pas here, por nuk thoshte asgjë. Njëherë Liridon kishte pyetur gjyshen: "Gjyshe, pse ri jashtë dhe nuk hyn?" Lumja kishte heshtur, pastaj kishte thonë: "Sepse nëna jote e ka klasën e vet. Unë jam mysafire." Liridon kishte marrë gjyshen për dorë dhe e kishte tërhequr brenda. "Hyr gjyshe, nëna nuk të nxjerr." Dhe Lumja kishte hyrë, kishte ulur prapa, si nxënëse. Kishte dëgjuar Gresën duke mësuar fëmijët, me atë zërin e saj, me atë durimin e saj, me atë metodën e qetë dhe efektshme të dikujt që e do vërtet punën. Dhe Lumja kishte ndjer diçka si turp i vonuar, si mirënjohje e gjetur vonë, si dashuri e rishpikur për dikë që nuk e kishte dashur si duhet. Kur Gresa kishte përfunduar mësimin dhe kishte dalë, Lumja e kishte pritur jashtë. Kishte thënë: "Je mësuese e mirë." Gresa kishte parë: "Faleminderit, Lumje." "Jo, faleminderit ty." Kishte hezituar. "Kurrë nuk ta thash drejt. Gabova, me ty. Isha grua e gabuar në shumë gjëra, por ti nuk u bëre si unë, u bëre ndryshe, dhe kjo shtëpi u bë më e mirë." Gresa kishte marrë frymë, kishte shikuar vjerrën, të vogël, të vjetëruar, me shpinën pak të përkulur nga koha dhe kishte parë atë gruan tjetër brenda saj, atë vajzën e dikurshme që kishte braktisur ëndrat e veta dhe kishte mbushur boshllëkun me kontroll, me autoritet. Me frikë. Kishte ndjerë diçka kaq komplekse sa nuk kishte fjalë shqipe, ndoshta nuk kishte fjalë asnjë gjuhë për atë lloj dhimbjeje dhe dashurie të ngatruar. Kishte zgjatur krahun, dhe Lumja, për herë të parë, kishte ardhur dhe kishte mbuluar veten atë përqafim. Kishin qëndruar kështu pak, pa fjalë, dy gra, dy brezni, dy lloje jete, të lidhura me styre nga njëjta dashuri, edhe pse e shprehur me kaq mënyra të ndryshme. Vite kishin kaluar. Liridoni ishte rritur, me nënën e tij si model, me baban si mbështetje, me gjyshen si mësim të kundërt dhe të sakt njëherësh. Kishte vajza të tjera nga Brezja që kishin filluar shkollën e mesme, disa prej tyre i frymëzuara nga mësueset e tyre, nga zonja Gresa, ajo vajza e dikurshme e fshatit. Gresa kishte bërë diçka të thjeshtë por të madhe, kishte jetuar me vendosmëri, me dinjitet, me dashuri, madje edhe kur nuk i jepej dashuria siç meritonte. Kishte treguar se grua e fshatit mund të jetë edhe nën, edhe nuse, edhe mësuese, edhe ëndrimi. Kishte pasur ditë, edhe shumë vite pas gjithçkaje, kur ishte ulur pranë dritares dhe kishte menduar për rrugën. Ajo rrugë gjatë me autobus, me çantën e rëndë, me stomakun bosh dhe me zemër plot. Rruga që shumë kurrë nuk e kishin tentuar ta ecnin. Rruga që ajo kishte ecur, jo sepse ishte e lehtë, por sepse nuk kishte mundur ta imagjinonte veten duke mos e ecur. Ariani e gjente shpesh kështu, ulur dhe menduar, dhe nuk e pyeste gjithmonë çfarë mendonte. E njihte mjaftueshëm tani, dinte se ajo mendim nuk ishte trishtim, ishte ai lloj reflektimi i qetë të njerëzve që e kanë kuptuar jetën e tyre. Njëherë kishte pyetur: "A pendohesh?" Gresa kishte menduar vërtet, pastaj kishte thënë: "Jo, por as nuk glorifikoj. Ishte e vështirë, shumë e vështirë, dhe gratë të tjera nuk duhet të kenë nevojë të kalojnë nëpër të njëjtën gjë vetëm për të drejtën të ëndërrojnë." Ariani kishte heshtur, pastaj: "Ke të drejtë." "Po," kishte thënë Gresa, "por gjithsesi jam këtu dhe jam e lumtur." Ditën kur Gresa kishte mbushur vitet dhe kishte parë Liridonin,
tashmë të rritur, me sytë e nënës dhe qetësinë e babait, duke e pritur me tortë dhe me familjen grumbulluar, kishte ndjerë diçka shumë të qetë brenda, jo triumf me zurmë, jo kënaqësia e fituesit, por ajo paqe e thellë e dikujt që ka ecur rrugën e vet me ndershmëri dhe ka mbërritur jo pikërisht ku kishte planifikuar, por pikërisht ku duhej. Kishte parë rreth Arianin, me flok pak të grishura tani, por me atë buzëqeshjen të njëjtë, Liridonin, i lartë dhe qetësinë, Hanën, nënën e saj, të vjetruar por me sytë gjithmonë të ndezur, Mustafan, babën, me atë krenari të heshtur të tij, dritën dhe familjen e saj, dhe në Karigen prandritares, të vogël, me flok plotësisht të bardha dhe me duart vendosura mbi gjunjë. Lumjen. Lumja e kishte parë dhe kishte thënë, shumë e zhurmëshme kjo familje. Dhe të gjithë kishin qeshur, sepse edhe ajo që qeshja kishte qenë gjithë historia. Jo fundi dramatik, jo shpagimi i madh, por ky çast i vogël, i thjesht, ku grua e dikurshme armike qeshte me gruan e dikurshme të braktisur. Dhe të dyja ishin aty, gjallë, së bashku, nën të njëjtën çati. Gresa kishte shkruar në bllokun e saj atë natë. I njëjti lloj bloku, i treti apo i katërti tashmë, por me të njëjtin zakon të vjetër. Dikush thot se fitoria është kur fiton kundër dikujt. Por fitoria e vërtet është kur nuk ka humbës, kur gruaja që nuk të donte si nuse të shikon një herë dhe sheh një njeri, dhe kur ti e shikon atë dhe sheh gjithashtu jo armiken, por gruan me frikën e saj, me jetën e pakompletuar, me dashurinë e shprehur gabim. Kjo nuk është humbje e dinjitetit, kjo është fitimi i tij i vërtet. Sot, nëse do të shkoje në Brez, atë fshat të thellë, me rrugët e ngushta guri dhe me malet rreth, do të gjeje shkollën e vogël me dritare të ndritshme. Do të dëgjoje zërin e mësueses duke folur me fëmijët brenda. Dhe nëse do të pyesje këdo, kush është ajo grua? Njerëzit e fshatit do të thoshnin, ajo është Gresa, vajza e Mustafas, gruaja e Arianit, nusja që vjera nuk e donte, dhe gruaja që e ndryshoi vjerën. Por Gresa do të thoshte ndryshe. Gresa do të thoshte, unë jam gruaja që nuk u ndal, kaq. Kjo ishte historia e Gresës. Historia e një vajze nga fshati që deshi të mësonte, e një djali që deshi të dashuronte, e një nëne me frikë, e një familje me plag, dhe e gjitha saj lumturie të brisht dhe të vështirë që ndërtojmë me duart tona, guri pas guri, ditë pas dite, falje pas faljeje. Nëse kjo histori ju preku, komentoni më poshtë, cila pjesë ju la pa fjalë, dhe nëse jeni kaluar në për diçka të ngjashme, ndajeni, sepse historisi e Gresës nuk janë vetëm histori, janë jetë reale të miliona grave. Faleminderit që ishit deri në fund.